Jasa lugë vaj ulliri duhet të konsumoni në ditë që të mos vuani nga këto tre sëmundje. Vaj ullirit është pa diskutim, mbreti i tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai përmban gjithashtu edhe fenole sterile dhe acide yndyrore si acidi lineolik dhe ai palmitik. Gjithashtu, acidi oleik dhe yndyrnat esenciale që gjenden te vaji i ullirit janë lehtësisht të tretshme dhe mund t'i japin gjithashtu rezultate fantastike në rigjenerimin e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit mund të konsumohet në gatime në sallata, por a e dini se çfarë ndodh nëse konsumoni një lugë gjelle vaj ulliri çdo ditë me stomakun bosh? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies ose keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni këtë truk. Të pini një lugë gjelle vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të vajit të ullirit dhe vitaminat e tij të shumta mbrojnë qeliza dhe përmirësojnë ndjeshëm funksionet e sistemit tuaj imunitar. Ndaj, edhe konsumi i vajit të ullirit në këtë aspekt është shumë i këshillueshëm sipas ekspertëve. Ushqen fytyrën e thatë, trajton aknet dhe rënien e flokut. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë, sidomos nëse e ndjeni lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazhim i thjeshtë me pak vaj ose i kombinuar me të kuqen e vezës, purre karote ose vaj kokosi dhe fytyra juaj do të ndjejë ndryshime të para. Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Ajo kryen disa funksione, metabolizon të gjitha elementët ushqimor, vitaminat, kripra minerale, prodhon substanca që përthithin vitaminën K dhe ndihmon gjithashtu në përthithjen e vitaminës A dhe beta-karoten. Prodhon enzima për të tretur ushqimin, funksionon si detoksifikues për të larguar lëndë toksike që janë marrë nëpërmjet ushqimit ose janë prodhuar në aparatin tretës. Ekspertët citojnë se, si çdo organ tjetër, edhe mëlçia ka nevojë të detoksifikohet. Përzieni një lugë gjelle vaj ulliri me një lugë gjelle lëng limoni dhe pini atë esull çdo mëngjes. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në regjimet ushqimore të prekurve nga diabeti. Madje sipas mjekëve, ata duhet të konsumojnë vetëm ushqime të gatuar me vaj ulliri, pasi ul nivelin e kolesterolit të keq dhe balancon gjithashtu edhe glukozën në trupin tuaj. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitimet maksimale. Njihet për efektet pozitive për zemrën, për mrekullinë që bën për trupin dhe shkon përtej kësaj. Sipas Brightside, duhet të konsumoni çdo mëngjes një lugë gjelle me vaj ulliri. Këto janë arsyet kryesore sipas tyre pse duhet të konsumoni vajin e ullirit vazhdimisht në dietën tuaj. Përmirëson dukjen e lëkurës juaj. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen, entjen dhe ngadalëson edhe shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Vaji i ullirit gjithashtu do ju ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vajin e ullirit ka një efekt pozitiv në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në humbjen e peshës në mënyrë më të shpejtë dhe përmirësimin gjithashtu të organizmit të tyre. Vaji i ullirit është një produkt fantastik, edhe për ata që duan të kenë një kujtesë më të fortë. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Vaji i ullirit do të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kockave. Nëse doni të keni kocka më të shëndetshme, më të forta dhe pa ndikuar gjithashtu edhe në problemet e tyre, vaji i ullirit duhet të jetë pjesë e veçantë e dietës suaj. Ekspertët citojnë se
Konsumi i rregullt i vajit të ullirit brenda normës së lejuar mund të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të përmirësoni organizmin dhe të mbani larg shqetësimet, atëherë vaji i ullirit sigurisht që duhet të jetë pjesë e pandare e dietës suaj. Ekspertët këshillojnë rregullisht konsumin e vajit të ullirit si pjesë e pandare e dietës së rregullt ushqimore. Duke ditur kështu vlerat ushqyese që ai ka, do të bëni gjithashtu një zgjedhje mjaft të mirë edhe kundër këtyre shqetësimeve. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet gjithashtu me vajin e peshkut, një burim kryesor i acideve të mira yndyrore të cilat do t'japin rezultate fantastike në shëndetin tuaj dhe në balancimin kundër këtyre shqetësimeve. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e vajit të ullirit brenda normës së lejuar. Kështu do të kenë ndikime pozitive në rigjenerimin e shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të kockave. Vaji i ullirit do të zvogëlojë inflamacionin. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionet të trupit. Nga ana tjetër mund të ndihmojnë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara kryesisht nga inflamacioni. Vaji i ullirit është një aleat i çmuar i shëndetit tuaj gjithashtu edhe në rigjenerimin e organizmit dhe në parandalimin e problemeve të shëndetit të zorrëve. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në zorr mund të mbahen nën kontroll edhe të përmirësohet sistemi juaj imunitar me konsumin e vajit të ullirit. Vaji i ullirit është një nga produktet më të mira për të lubrifikuar sistemin tuaj tretës dhe gjithashtu për të mbajtur larg komplikacionet të tij. Ekspertët këshillojnë 30 deri në 50 ml vaj ulliri esëll si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Vaji i ullirit është një produkt të cilët janë thurur shumë lavde ndër shekuj dhe kjo plot me të drejtë. Çdo popullat në botë që ka bazuar ushqyerjen e saj te vaji i ullirit ka pasuri të mira të shëndetit dhe gjithashtu në mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Shembuj më të afërt i gjejmë gjithashtu edhe në rajonin ton ku vaji i ullirit është provuar të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve, në ndikime pozitive kundër këtyre shqetësimeve dhe gjithashtu në rigjenerimin e shëndetit tuaj dhe mbrojtjen e tij më të fortë. Studimet kanë treguar se pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit do të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Të dhënat shkencore sugjerojnë se vaji i ullirit kombinohet mjaft mirë me ushqyesi dhe përbërësit e tjerë në sallata dhe mund të japë një zgjidhje mjaft të mirë dhe afatgjatë kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët cilësojnë vajin e ullirit si një zgjidhje mjaft të mirë dhe të shëndetshme kundër këtyre shqetësimeve. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit mund të jetë zgjidhja më e mirë ushqyese që mund të bëni kundër këtyre shqetësimeve. Është e rëndësishme që vajin e ullirit ta keni sa më shumë cilësor për ta shtuar në dietën tuaj. Vetëm kështu do të merrni ndikimet e tij pozitive në rigjenerimin e shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që vajin e ullirit ta keni pjesë të regjimit tuaj ushqimor, duke konsumuar atë brenda formave të lejuara dhe mënyrës së duhur ushqyese, do ta keni më të lehtë të merrni përfitime dhe të mbani larg komplikacionet. Vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë kundër këtyre shqetësimeve citojnë në studimet. Ndaj, nëse doni të përmirësoni organizmin, vajin e ullirit duhet ta keni pjesë të pandarë të dietës suaj. Antioksidantët e vajit i ullirit janë të rëndësishëm për shëndetin e përgjithshëm. Ndikimi i tyre në organizëm dhe mirëqenien tonë ka një subjekt të rëndësishëm shkencor. Autoritetet për sigurinë shëndetësore në Bashkimin Evropian kanë pranuar rëndësinë e antioksidantëve të vajit të ullirit në uljen e kolesterolit, një nga shkaqet më të këqija të sëmundjeve në zemër. Vaji i ullirit sipas ekspertëve cilësohet si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese kundër këtyre komplikacioneve të kolesterolit dhe gjithashtu edhe në rigjenerimin e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor,
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.